Përshëndetje miq të televizionit Shpresa. Sot do të pyesim qytetarët se si e shohin situatën politike në vend, arrestimet e bëra së fundit dhe a do të marrin pjesë në zgjedhje apo jo. Në televizionin Shpresa ime, do të merrni pjesë në zgjedhje? Po. Besoni të këto parti që do i votoni sërish? Asnjë parti, ja. Po pse votoni atëherë kur nuk besoni asnjë parti? Po besoj vetëm te Shpresa pak. Kemi besim çik. Cila parti? Kjo Shpresa Demokratike. Shpresa Demokrate, profesor Pëllum Pilinçi. E. Profesor Pëllum Pilinçi që do të krijojë qeverinë teknike. Po, ja. Janë lajmëruar disa arrestime, mendoni se do të ketë tjera? Nuk e di. E vështirë është. Nuk besoj se u bën vite edhe ka Shpresa. Në televizionin Shpresa ime, do të merrni pjesë në zgjedhje? Qa zgjedhje se sa kina men me morë pjesë zgjedhje. Pse, nuk keni besim të partit politike? Kjo asni. A do të merrni pjesë në zgjedhje? Zgjedhje s'ka pas asnjëherë. Doni se kemi njerëzit e duhur që na drejtojnë? Thonë që po gabove duhet dënohesh. Këndje ka pas njerëz që kanë gabu. Duhet të dënoheshin dhe të zëvendësoheshin. Do të merrni pjesë në zgjedhje? Po. Besoni të këto parti që kemi që do i votoni sërish? Po pse votoni? Është mungesë edukate, mos me votua. Po, për pensionistët marrin $80 në muaj. Besa të bëhet janë shumë. Janë shumë, a? Janë shumë. Po si mund i votojnë qytetarët kur Bob të ksijon, po ta nuk bëhet. qeveria teknike? Mund ta ndryshojë të vetë? Do ishte shumë mirë. Do ishte shumë mirë. Profesor Pëllum Pilinçi ka thënë që do të bëjë qeverinë teknike, E ka mafja për pyetje Shqipërinë. Jo, hiqe nga mendja xhaxha. Ku qeveri teknike? Do të merrni pjesë në zgjedhje? Po me, Besoni të këto parti që do i votoni sërish? po të shik, në mushet me indja dhe se di. Do të merrni pjesë në zgjedhje? Patjetër po. Besoni të këto parti që do i votoni sërish? Si ta japim? Patjetër, do marr. Besoni të këto parti që do i votoni sërish? Nuk e dim, do shohim. Kjo do gjykojmë ma prioritare, atë do vendosim. Do të merrni pjesë në zgjedhje? Po, do marrim. Besoni të këto parti që do i votoni sërish? Besojmë. Ta do të merrni pjesë në zgjedhje? Shojmë, me dy mendje. Pse? Po, nuk kemi nej. Po s'kemi asnjë. Mendoni se është më mirë të vinë qeveri teknike? Teknika do të dalë nga këto partitë e reja. Është tjetër më mirë. Po arrestimet si shihni, mendoni se duhet të ketë arrestimet? Takon do veja di kush. Në rregull? Shumë duhet në zgjedhjet mu, në asnjë mënyrë. As për ju, jo. Me do të merrni pjesë në zgjedhje? Do marrëm. Besoni të këto parti që do i votoni sërish? Beke, Partitë që kemi. do marrëm. Ka 11 parti që do hyjnë në zgjedhje. Po, Keni besim se do të bëjë Shqipëria me ta? frikës, Po pse i votojnë atëherë shqiptarët? që do bëjmë? Do të vinë për shembull një qeveri teknike, si mendoni ju? A do të ishte zgjedhja? Po mirë, ne do, si thonë asaj, do marrëm pjesë, do t'i votojmë të shumë. Po arrestimet e fundit që janë bërë, si shihni, mendoni se do të ketë emra të tjerë? Do ketë. Deri ku do shkoj? Dhe dirama. A besoni të këto parti që do i votoni sërish? Pak. Pse i votojnë atëherë shqiptarët? I votojnë ashtu thot. Mendoni se alternativa më e mirë mund të jetë qeveria teknike? Që është përfolur këto kohë që do të ketë një qeveri teknike? Tash po më mirë do ish. Do ishte më mirë. Më mirë do të ish. Po arrestimet si shihni, mendoni se do të kemi emra të tjerë? Sepse kanë dalë disa emra që do të arrestohen. Do të ketë tjerë. Deri ku do të shkojnë? Sipas mendimit tuaj. Sa më shumë do gërmosh, më shumë ka. Do të merrni pjesë në zgjedhje? Patjetër që po. Besoni të këto parti që do i votojnë sërish? Besoj që agron shehaj. Normal. Besoni të këto parti që do i votojnë sërish? Jo, unë besoj vetëm të partitë e reja. Absolutisht ke partitë e vjetra. Pse mjaft partitë e vjetra. Po qeveria teknike do të ishte një zgjidhje? Atëherë po. Keni dëgjuar profesor Pëllum Pilinçin që ka thënë që do të bëjë qeverinë teknike, ka lajmëruar edhe disa arrestime që kanë ndodhur. Normal. Besoni? Normal që më mbështes atë. Po arrestime deri ku mund të shkojnë sipas jush? Numri i personave? Apo deri hierarkia? Për të arrestuar tash nuk e di unë. Po për të arrestuar janë shumë. Janë shumë veta.
Janë bashkë, dhe më thonë, bashkishin totalisht. Totalisht bashkisht. Dhe që ka vjeti madhi, kanë vjetë edhe të veçlit. Deputet, ministra. Komplet, që është majoranca, PD, PS, kanë vjetë të gjithë. Kështu që këtë shtet ta marri partitë e reja, ta shikojmë, sepse ka njerëz, ka të rinj plot që do ta çojmë vendin përpara. Këto 40 vjet nuk kena pa asnjë gjë në vend numëro, asnjë gjë. Pensionistët marrin nga $80 në muaj. Urdhra? Pensionistët nga $80 në muaj merren tendera për rrugë edhe nuk bëhen rrugë. Ndigjova dhe këtë, po pensionistat vetëm në Shqipëri kanë lënë masdore. Kam punuar për shembull 40 vite, kur i funi merr 120.000 lekë vjetra. Çfarë do bëj pensionisti me mos kena fëmijë të shtetit? Sinqerisht unë marr 149.000 lekë. Ju dalin për të mbuluar shpenzimet më jore? Absolutisht. U kam fëmijë të jashtë edhe më ndihmojnë ato. Se plus që kam shtëpinë time, po të kesh edhe shtëpi me qira, ku do vemi. Kështu që to duhen goca, duhen të gjithë të arrestohen. Me do të merrni pjesë në zgjedhje? Po. Besoni të këto parti që do i vetoni sërish? Asnjë të këto, vetë po doli në njëre, po s'doli me këto asnjë. Mendoni se qeveria teknike do të jetë zgjidhje sepse janë hapur fjalë që do të ketë qeveri teknike? Ajo do e zgjidhje, po su bes ka gjë. A do të merrni pjesë në zgjedhje? Kush e nda që zgjidhen? Nuk e njihni. Këta që po na drejtojnë. Urdhon? Këta që po na drejtojnë. Ata që e kanë drejtuar Shqipërinë e kanë mundën, kanë vdek, një kanë ma. Shofim. Keni besim të partitë që kemi? Ale, mos e pyet, ma mirë mos na hap këtë muhabet, mos na prish humorin. A do të merrni pjesë në zgjedhje? Po. Besoni të këto parti që kemi që do i votoni sërish? Po, këto parti kemi në këtë më të votojmë. Nuk ka A parti. do të jetë më mirë një qeveri teknike? Jo. Ose korrupsionin e kemi kudo dhe pa arrestohen Çdo vend shumë. korrupsioni flas në çdo vend shtetit botës. Po ka shumë sa në Shqipëri? Po kështu edhe ne kështu qonga. Korrupsion filan shtet, dëgjojmë në lajme korrupsion filan shtet, domethënë qonga një llojte. Korrupsioni është kudo, po këtu në Shqipëri është përhapur pak shumë. Këtu në Shqipëri këtu janë kanë qenë turistë njerëzit. Në komunizëm nuk fiksuat edhe ura pasuria në dorë, edhe bëj si do vetin. Kontroll nuk ka. Sa kontroll se udhim se puti shokun e vet në punaj. Njeriu në vet, edhe kështu nuk drejtohet ata. Po arrestimet, si keni parë? Mendoni se do të kemi arrestime të tjera deri te kryeministri? Po kush e di këtë punë tash? Sa në listët Kush e di këtë punë, këto di dhe vetëm drejtësia, ata e di këto gjëra tash.